Kur ka fol Muhamedi a.s. diçka, apo Allahu kur ka zbrit, merr një rregull në jetë, në start. Nëse do në njëherë me kuptu fjalën e Allahut më thellue, dije se Allahu xhelle xhelalu nuk fol diçka vetëm se nevoja ka qenë shumë e madhe me fol. Po ashtu i dërgumi i tij sallallahu alaihi wasallam. Kur kanë fol diçka, ata e kanë pas shumë të arsyeshme me fol, edhe kanë fol. Kjo traditë ka vazhdu në ummet të çështja e librave edhe ligjeratave që hoxhallarët e mëdhej të ummetit kanë fol. Sepse apo me ndrymin e jetë Muhamedit a.s. shpalla ka përfundu. Përpara dietarët islam për ta shkruar një libër, për shembull Sahihul Bukharin, është dash një numër i madh i dietarëve me i thonë Imam Bukhariut, apo e shkruan bre, apo e shkruan nxansa, njerëz shumë, domthon sistem. Derisa na e kemi sot Sahihul Bukharin. Dhe libra tjera që janë shkru, pra nuk ka pas diçka që po qonë në sabah, shoki jemi klasës ka shkru një libër, a ta shkru edhe unë ja. Kjo në islam, kjo nuk ka të bëj me fejnë Allahut. Domthon nuk guxena me ba islamin masken badh. Nuk guxena islamin me konsideru se është na file diçka, mira, u qova në sabah, po bëj diçka unë. Ja. Islami është fe e përgjithësisë. Në islamin ton, që po kthehemi ka kibla, ka përgjithësi. Në islam nuk ka masoneri. Kur thon masoneri, e kam qëllimin mbas perdeve. Ka njerëz në dunjë plot, nuk e djeg vetën, e djeg të tërkan. Besoj që këtu kitim i mirë vesh të sejnë sot. Kështu është politika botnore, po atëve është. Po e keqja është që të muslimant na, edhe na e na bokshtu. Përgjësina e lojnë a njonit. Kjo është në për familje, kjo është në për shoqëri, në për xhamate, njonit ja lojnë krejt. Kur dështoje, po thënë qasia është ai. Ai ngrati ka marrë 3 fish, 4 fish përgjësi ma shumë. Me pas sukses, këti në gjitë mingathina, edhe na e na konë matë bashkë. I ka zira fotot këna kon bashkë edhe na kon bashkë matë. Kjo hile është. Nëse thot dikur shka ka lidhe kjo me dersin, shkaj të folti. Ka shumë lidhe. Robëria Allahut, na që falin në namaz, ka të bëjë me këtë. Muhamedi a.s. na i ka thonë do hadithi që na rrehin neve për nëse ka ti kuptu bashkë. Për neve folaj. Sallallahu alaihi wasallam ka thonë një hadith, te Isa Abdu Dinar, i shkatruar qoftë robi dinarit, shkatruar qoftë robi dirhemit. Dirhem është, dinari është ari, dirhemi është argjent. I shkatruar qoftë robi i copave të mira dhe robi i kadifës. Do më thoni ka përmenë ato sene që ka njerëzit jenë marrë mas shumëtin atë kohë, ma të punë. Këtu më nëshpja ashtu, sot plot sende robi veturase, robi partijese, plot robi ashtë. Rob, sa të dush. Ata që vinë në xhami e në xhamat për shfridzu diçka, ata e rob të qasaj, nuk e rob të Allahut. Në xhami vijet me marrë një pjesë përgjithësisë. Na sot muslimanin në botë dhe e gëzojnë këtë islam edhe këtë Kur'an se dikush e ka bartë. Nuk ka qenë teleshikuz veç, po e ka bartë. Kur thonë me bartë, nuk ka diçka e ranë o dhezër. Wallahi shumë e letë është. Por se cilin me kry punën e vetë. Në islam, duhet me kry se cilin punën e vetë. Dhe me përgjithësin. Pastaj Muhamedi a.s. në tregon njëve, në atë kohë, në tregon për një dukuri fenomen të kohës sodit. Te Isa, o në të keshe, o i dha shike, felen të kash, thot i ka hinje thera e robris të diçkajt tjetër, por kur të hinje dashuria e diçkajt interesit, nuk del. Si kur thera, kur të hinje, ma letë është me hinje thera në trup, me nëzirë duhet bilmin kash, me nëzirë se dhem shumë. Qashtu është njët i prisht? Ti hinë për ndoj interes, nuk mërë përgjësi hiq, ki njët e plot, në njët e plot, nuk e mërë përgjësin, pas perde dhe punon, kur të hinë, dunjoja në zemër nuk del, shumë vështirë del. Dhimbja është me e madhe. A dini që ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastaj? Ka thonë, in u'ti radhi, robi dinarit, robi arit, robi interesit,
Nëse jep 1 cent, kënaqet, më i miri në dunjë jeti. Mjavon një merit. Mjavon 1 cent që e meriton. Një imamllëk, një khatibllëk, një kadi, një post prej posteve. Nëse jep, më i miri në dunjë jeti. Nëse nuk jep, shahit, nervozisht. Xhamati më i keq, s'ka xhamat më të keq, njerëzit këqij, xhamia keqe, nuk bëjnë ata, nuk dinë ata. Fjalë sa dush. Mjavon, më i miri je. Mos mjavon, më i keq je. Kjo nuk robëri Allahut. Prandaj kur ka ardhur Abdullah ibn Selami, kryetari i jahudive në Medinë, më i ditur i ta ata, është musliman, ka qenë njëri sinqert. I ka thonë ja Rasulullah, a do një provu jahudit e Medinës ja? Dhe kështu kanë qenë ata. I ka thonë, më u bë musliman Abdullah ibn Selami mas perdës, kanë dëgjuar, s'ka shans më bëj. Ai është më i miri jon. Kur dere thot shahadetin, me një herë ato e ndrojnë deklaratën. Më i keq ok. Babën e komat keq, familjen e komat keq. Normal. Rob të çati interesi. Po na musliman ta bën me qenë kështu ha? Kur Allahu xhelle xhelalu në ka bë pjesë ti ummeti, se ndi parash mos mi bë dam ummetit, xhamatit. Nëse dikush për neve e sheh vetën se mundet mi bë dam xhamatit, largo pak. Se na kena gjunahe, na njofna vëllezër të cilët kanë krime, kanë sene, tarhaq pak. Mos bën dam. Dam mos bën. Dhe mos fol keq. Dhe ndihmoj ummetit krejt. Sepse ky Kur'an që ti e lexon e ka mbledh dikush to. Ka luftu dikush për ta. Gjak është derdh. Dhe gjithçka në ummet që sheti edhe ka sakrifiku dikush për atë. Dhe na duhet me ia ditë asaj sakrifice që është bërë për hir të Allahut. Abbad al-Bishri radiyallahu an, sahabi. Utba ibn Ghazwan, sahabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanë qenë roje. Vjen shigjatari i gjun. Njëri ka qenë namaz, njëri ka rujt. I vjen shigjeta këtu para mendo, nuk e prish namazin. Po çish me aprish përgjithësinë ti. Ai ka pas halal me u largu mirë, me prish namazin, se prish namazin. Përgjithësi. Dhe në Islam na kena rojtar që e kanë rujt këtë akide. Andaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka përmend disa sahabëve, se sahabët kanë qenë ata që kanë lip sa herë me bëu diçka për ummet. I ka thonë disa prej juve do të mbesin që me rujt Kur'anin prej ta'wilit, prej keq interpretimit. Dhe na po e shijojnë këtë. In u'ti radhi, shiko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si më jetun kur sotit. Mja dhon një sen thot më i miri në dunjë, kënaqet ai. Me bë mos mja dhon një detyrë për detyrave, është bëj më i keq dhe lufton. Dhe kjo keq është. Kjo s'është normal. Prandaj gjithçka për Islamin që na si po flasim nuk mbet vetëm në xhami, po Islami ka të bëjë me çdo porë të jetës. Dhe kërkon një jetë shumë të pastërt. Dhe kërkon kolektiv. Dhe në Islam na kena obligime kolektive. Prandaj Imam Bukhari rahimahullah në moshën 16 vjeçare, kur ka ndëgjuar se duhet me mbledh një libër me hadithe sahih, thot fa waqa'a fi qalbi. Hinin zemër kjo. 16 vjet I ka pas. Isha në mejlisi thot të Ishaq ibn Rahowi. Po e ka bo vet? Jo se ka bo vet. Me mia dhe mia hoxhallari ka ai, se ka bo vet. Me mia xhamia tjera që I ka vizituaj. Njerëzit që u kanë ndet të dera, fryma, ftoft, nxet, kërcënime, probleme, ka shku I ka mbledh hadithet. Një nga një I ka shoshit ato hadithe. Dhe ti tash e lexon Sahihul Bukhari si çokoladë, si millka e çel, kënaqesh krejt. Ta ka bëu hazard dikush. Mushafin e ki jetë çështu. Xhamin e ki jetë. Dhe të mira të shumta, me çka do të më ja kthej o vëllazër? Ummetit, muslimanëve, sakrificës dikujna. Me çka do të më ja kthej? Nuk guxojna me shku me stilin ja lojna njonit përgjithësi. Prandaj, unë edhe ti, vallahi e dina kur gabojna na. Se nuk ka gjuna, veç me vjedh, e veç me rrejt, veç me pijat kahël, veç me prish Ramazanin. Gjuna është kur ti e din se I të punu mas shpine dikujna, ti e din se me ba me ta ba dikush ti e mas shpine me punu e ti të rënosh ke del për vetës. Nuk ba me punu mas shpine ummetit. Por du të me qenë në harmoni me interesin e këtë muslimanve të botës. Në harmoni me interesin e këtë muslimanve qytetit tanë kujë. Në harmoni me ummetin krejt.
Jo me shfrytzuar pjesë, valla mu po vje lezet, rahat, mirja mëne, për tjetë se kam gajlën. Nëse islamin e shikojna me këtë prizëm, unë e kam shtëpinë tema, unë e kam njërin tem, unë e kam xhamatin tem, unë e ndona me një herë, nëse shkojna me këta ti e ban. Po dije se kjo është fara e dëgjallit. Kështu banaj. Kjo është një send i prisht në ummet që nuk dalin mbrinat. Ti e ban këtë me 100 pretekste. Dhe se muslimani është ai i cili gëlltit, dhe muslimani është ai i cili ban sene edhe pse është kundër vetes. O dhe zburnia e Khalid ibn Walidit radiallahu anhu, jashtë që ka qenë ai luftar, sendi më i madh është, kolos ka qenë ai. Këtë ushtria muslimane në atë kohë, veç i kanë thonë, o Khalid, kur të ka sharkue Omar ibn Khattabi, veç kallëzote, atë bomi me tyna. Ka thonë, s'ka shansë, unë jam një ushtar i thjesht. Prej njeriut që ka shlirue 2 perandori në atë kohë, në një person i thjesht i muslimanëve, kjo sprova Allahut. Omar ibn Khattabi, jo që e ka pas i nati, e din që ka bën Omar ibn Khattabi. Omar ibn Khattabi do në më tregu se kështu është robnia. Ç'kjo personi? Në hadith e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, Khalid ibn Walidin sikur e përmend në hadith. Tuba li abdin. Përgëzon një rob, si hariç, mysh dhe me xhennet. Robi Allahut është ai. E ka kuptuar shahadetin ai. Kush? In kana fi saqati kana fi saqa. Nëse është në vendin e vazifës detyrës vet, është atë. E ban të duhurën. Për hir të Allahut, çka duhet me bëj e ban? Nëse është njëri prej muslimanëve, bisht, prej bishtave, një musliman i thjesht, ai prapë është i njëjti. Nuk ban kundërshti. Nuk dal kërshi. Dhe se unë e thëmë, problemi i krejt muslimanëve të botës është se për neve, për një pjesë të madhe të muslimanëve, më e rëndësishme është adhurimi i vetës, vetja ku është, dhe në varësi prej pozitës që e ka, ai e lufton islamin apo e ndihmon. E s'ka kështu. S'ka kështu atër. Dhe kjo është armiku numër 1 i muslimanëve. Që kjo është armiku numër 1 i muslimanëve në botë. Se në varësi prej pozitës, tash nësë mujna me shpik pozita. Jo e dini tash në kohën e sotit e keni pak në qeveri, kur po i bëjnë këto qeverit, do të mi bon prej 15 ministri, ka 25, ka 14 ministri do të mi bon, veç mi knaq krejt. Po të shtoj, 45 të i bon ministri, veç qel ministri e para sa, heq. Pa dhe në islam nuk ka mundësi, një imam do të me dalë, të së me dalë të imam këtu. Nuk mujnë o vëzër. Dhe ka përmend të Rasulullah s.a.s. më herët, në hadithin e Muadh ibn Jabalit, se kjo është fitnja ummetit, fitnja e muslimanëve. Por do një herë dush me ditë me qenë xhamat bre, me qenë derën, pastrues me qenë. Dhe kjo është në krejt senet e botës, qoftë të muslimant, qoftë edhe të jo muslimant. Nuk ka me një herë me mrit ikon, as nuk ka me lip me një herë. Nuk mëse lip, po vjen prej Allahu xhelle xhelalu, me merit. Me merit vjen ajo ditë. Muslimant e parë bile se kanë kërkuar o vëllazër. Në historinë tonë, të çati Buhari që përmendëm, edhe dietarëve islam, e kundërta ka qenë, që nëse janë bërë 7 xhamat, 8 xhamat, hoxha s'ka bërë ders në atë kohë. Para mendo çfarë xhallar kanë pas. S'ka dashur ai. 8 xhamat nëse janë bërë, sot na thot s'ke xhamat, nuk bën atë, se s'ke xhamat. Nuk ka lidhje vëllazër ka xhamat ajo. Për obligim e ka hoxha me mbajt dersin. Edhe një xhamat nëse është, ai ka obligim me mbajt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tregon ditën e Kiametit ka marrë një dërgori Allahut me 10 persona. Një tjetër me 7, një tjetër me 3, një tjetër me 2, me 1 dhe me hiç. Po e ka sos punën e vet, e ka sos. S'ka lidhje. Nuk ka lidhje, e ka sos punën e vet te Allahu xhalla xhelaluhu. Kjo është Islami. Pra Islami nuk është spektakël. Kena nis vorrimet me i bë spektakël. Mu tut njëri me të ndrujet dikush në familje se spektakël po të bojnë. Kena nis me i bë krejt senet e Islamit spektakël. Nuk lejohet kjo vëllazër. Do të me di secili vendin e vet ku e ka. Prandaj, ditën që udhëzohesh, ditën që ke mësuar diçka, do të me di se me hec përpara. Vëllazër, në Islam ibadeti më i madh që e mbal Islamin krejt, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë është nasihati, besnikëria. Nasihat do të thonë besnikëri. Të na përkthehet si këshill. So këshilla.
Besnikri është. Nasihati është besnikri. Me qenë i besës. Dhe ju e dini se te populli jonë besa ka qenë e vlerësuar shumë. Dhe ashtu do të mbet. Besa, besnikria, me ndet në fjalë deri në fund. Walau ala anfusikum, edhe nëse është kundër vetës. Edhe nëse është kundër vetës, besnik do të më qenë. Dhe ajo çka na e shohim, prej sendeve që njeriu mendon se duhet me pas patjetër një post prej posteve, para mendoni be vëllazër, me pas punu Amr ibn Khattabi kundër Abu Bakr Sidikut, a kishmi qenë musliman çto? Na kishmi qenë mushrik. Nas Islami s'kish mritën. Me pas punu Uthmani kundër Abu Bakrit. Uthmani kundër Amr ibn Khattabit. Aliu me pas punu kundër tyne. S'kish mri Islami hiç. Nuk ish për hap hiç. Po këta njerëz jo që i kanë ndihmue, kanë përkrahur njëri tjetrin, në mendime kanë qenë, në çat mendje kanë qenë njëjtë. Edhe sahabët tjerë. Andaj në anën tjetër Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka çmuar edhe pastruesin e xhamisë. Thuhet që ka qenë grua, thuhet që ka qenë mashkull, s'ka lidhje, kur kanë dëgjuar se e kanë vëros natën, ka shku special, ja ka fal xhenazën te vorret. Për ta ngrit, për t'ia dhënë vendin ku e ka. Andaj niyeti jon është ai i cili i vendos të sene, niyeti. Këtë niyet Allah ka më sprovu ta dish. Sprovon Allah në familje, sprovon në rreth, dhe kështu më radh. Shumë njerëz në historinë islame kur nuk u është dhënë diçka, kanë qenë luftues të asaj. Një ndër ta ka qenë Aishia, i cili e ka rrëzuar khilafetin Abbasit, është bërë me tatart kundër muslimanëve. Kur gjosi kam dhënë, ka vdek piskeqit. Mos bëhemi kështu. Andaj në Islam nuk lejohet me punu mas shpinë e dikujna. Në veçantë nëse e dim që një person e ka përgjegjësinë, ti punon mas shpinë atij, s'ka send më të keq se kjo. Kjo më keq se alkooli, më keq se rakia, më keq se vjedhja, më keq se zinaja, më keq se krejt është kjo. Pa e thon ta se në sytë e popullit të nash kur gjo hiç. Dhe ju i shihni njerëz të devijum, ato të partijave e bëjnë ta. Me mujt 2 milion partija i bëjnë. Ndarje për mindarje, i bëjnë ata. Po ajo është në kufër. Ajo është në nifak. Ju ka hije se për dunja. Nuk i ka hije me besimtarisht. Na do me qenë musliman. Dhe muslimani e gëlltit edhe nëse ka diçka prej asaj. Andaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se wa in abdan abashia, e ki për obligim me ndëgjue dhe me respektue emirin tan, edhe nëse është rob i Abisinis. Me një hadith ka ardhur, edhe nëse e ka hundën nëse e ka sikur grosh. Edhe nëse nuk ka shumë i hershëm, e ki për obligim me ndëgjue dhe me respektue. O vëllazër, në ushtrinë e Usame bin Zeidit, 17 vjeçar ka qenë, Abu Bakr as-Siddiku ka qenë kushtar, i thjesht. Amr ibn Khattabi, kushtar i thjesht. 17 vjeçar, nuk i pas mundësi me ndëgju me thonë tash. Na, këtë djalin nga me ndëgju tash, kush aki, ki fëmija ki, kush aki. Pse ve nuk thanë kur asnjëherë? Nuk thanë, nuk u ndëgju kur kjo. Se i dërgori Allahu te Islami ka vendosur. Kaç, kjo është Islami. Allahu ka më na sprovu një jetë, për në familje fillon kjo. Vlla me vlla, 3-4 vllazni jeni. Jo, ma dha drejtën, s'ma dha baba drejtën, kujti. Kështu kjo vazhdon. Nuk guxena me qenë kësi lloj fëmijatsh. Nuk guxena me qenë të lasdrum. Se Islami dhe imani dhe akidia e bën njeriu burror. Dhe e bën prej atyre që edhe nëse ki bë diçka, s'ka lidhje me hesht, se Allah ka me ta dhënë namin. Nuk ka lidhje pse ki bë diçka ti. Allah ka me ta dhënë namin tyje. Se na i besojmë atij, jo njerëzve. Na vinë në xhami për Allah, nuk vina për njerëz. Nuk vina me na pa njerëzit. Kjo është feja Allahu xhela xhelaluhu. Allahu na përmirësoj gjendjen dhe i marrim përsipër të gjitha sendet që janë përgjësi ton dhe dalim para Allahu xhela xhelaluhu faqe bardh. Alhamdulillahi rabbil alamin.